Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Punoj në një qendër masazhi në Tiranë ku vetëm masazh nuk bëhet. Nuk e kisha menduar kurrë se do të rija ulur në një dhomë të vogël, me perde të trasha, duke dëgjuar zërat e ulët të burrave që pristin radhën dhe të mendoja me vete se si kisha përfunduar aty. Unë jam Klea, 26 vjeçe, dhe historia ime nis si historia e shumë vajzave që vinë në Tiranë me ëndrrën për të nisur një jetë të re. Kur lash punën e vjetër, lodhja dhe qëraja e papërballueshme më shtyn të kërkoja diçka më të thjeshtë. Një shoqe e largët më tha se një qendër masazhi pranë bllokut kërkonte vajza. Ka shumë lek, orare fleksibël, është një punë e qetë, kështu më tha, dhe unë nuk e dyshova. Kur shkova për intervistë, gjithçka dukej shumë normale. Rrethina ishte e rregullt, ambienti i pastër, aroma e vajrave ishte shumë profesional. Shefja ishte një grua rreth të 50-tave me buzëqeshje të ftohtë dhe ajo më shpjegoi rregullat e punës shumë të thjeshta. Pritja e klientëve, masazhe relaksuese, orari ndarë në turne. Asnjë detaj nuk më vuri në dyshime. Punën e mora menjëherë, por gjithçka ndryshoi natën e parë. Ishte ora 7 e darkës kur erdhi klienti i parë. Burr rreth të 60-tave, i veshur mirë dhe shumë i qetë. Më pa me një vështrim që më bëri të ndjesha sikur unë isha produkti dhe ai konsumatori. Nuk e mora tragjikisht, mendova me vete që është thjesht i sikletosur, është i lodhur. Kur hyra në dhomë, për ta përshëndetur, ai nxori nga xhepi 30 euro dhe i la mbi tavolinë. E di rregullin, më tha me një ton sikur po flisnim për një marrëveshje të zakonshme. Nuk e kuptova. Kur dola, drejtuesja më priti në korridor. Mos më thuaj që s'të kanë shpjeguar gjërat. Këtu masazhi ka shumë kuptime. Ne nuk jemi thjesht qendër masazhi. Klientët kërkojnë shërbime të veçanta. 30 euro është një orë. Çdo klient pa fjalë të tepërta. Më shpjegoi shefja. Në atë moment më humbi toka nga këmbët. Trupi mu drodh, jo vetëm nga frika, por edhe nga zhgënjimi. Ndjeva sikur më kishin mashtruar, shfrytzuar, futur në një kurth ku nuk ishte dalje të thjeshtë. Ajo e pa reagimin tim dhe qeshi, duke më thënë, nuk po të detyron askush, nëse ke ardhur këtu për rrogë të zakonshme, më mirë dil jashtë. Vajzat tona fitojnë shumë, prandaj nuk largohet askush. Në fytyrat e vajzave të tjera e pash të njëjtën histori. Disa ishin më të reja se unë, disa më të lodhura, më të nënshtruara. Kishin vite aty të lidhura me borxhe, varfëri, kontratë dhe frikë. Disa të tjera dukeshin sikur bënin punën pa e menduar më, të dorëzuara nga fati. Ndërkohë unë dridhesha. Klientët vinin njëri pas tjetrit, kryesisht burra të martuar, të konsumuar, të lodhur nga jeta e shtëpisë, nga angazhimet, nga vetmia e tyre personale. Disa ishin të sjellshëm, disa jo. Disa as nuk dinin të flisnin, vetëm linin parat dhe prisnin shërbimin. Një gjë është e sigurt, aty nuk bëhej masazh dhe as nuk kërkohej masazh. Ishte diçka krejt tjetër, e fshehur pas një tabele të rreme që shkruante qendër masazhi. Nuk e di pse nuk ika atë natë, ndoshta frika se nuk do gjeja punë tjetër, ndoshta frika se do dëgjoja nga shefja kërcënime, siç kisha dëgjuar të thoshte vajzave të tjera. Ndoshta fakti që kisha vetëm 20.000 lekë në portofol dhe qëraja po afrohej. Qëndrova për disa javë, çdo ditë një pjesë e imja shkërmoqej. Nuk kisha më zë, nuk kisha më vetbesim, nuk kisha më respekt për veten. Fillova të bëhesha e heshtur, e ftohtë si vajzat e tjera që punonin aty prej kohësh. Nuk flisja me askënd, nuk shkoja askund, vetëm punoja dhe flija gjumë. Deri ditën kur pash një klient të vjetër që vinte për vajzën para me dhe dëgjova teksa i thoshte: "Ti më mban më mirë se gruaja ime." Ajo nuk reagoi, nuk ngriti kokën, thjesht u zhvesh dhe u përgatit për turnin tjetër. Ajo pamje më vrau, ishte si të shikoja të ardhmen time,
të njëjtën akullnaj të shuar. Atë natë kur mbarova turnin dhe po vishesha në korridor, pash vete në pasqyrë. Sytë më ishin bërë të lodhur sikur kisha jetuar 10 vite në një muaj. Ula në karrige dhe i qava pa zë si dikush që po mbytej. Dhe aty mora vendimin. Mora xhupin, çantën dhe dola pa kthyer kokën. U largova me hapa të shpejt, me zemër që më rihte pa kontroll. Nuk e mora rrogën e fundit, nuk mora asgjë, thjesht shpëtova. Që atë natë nuk u ktheva më. Nuk i tregova kurrë askujt atë periudhë, askush nuk do të ma besonte. Ose më e keqja, do më gjykonin. Sot kur eci në Tiranë dhe shoh tabelat e qendrave të masazhit, më dridhet trupi përsëri. Disa janë vërtet profesionale, të rregullta, të ndershme, por disa të tjera, dhe e kam fjalën për shumicën, e din mirë çfarë fshihet pas perdeve të tyre. Unë kam shpëtuar, por shumë vajza atje brenda nuk kanë ku të shkojnë, dhe kjo është pjesa më e dhimbshme.